Fshati Bestrovi Vlorës prej vitesh ka mbetur pa arrit të furnizimit me ujë të pishëm apo kanalizime. Ndonë se është vetëm 5 kilometra larg hyrjes së qytetit të Vlorës, investimet në vitet e fundit kanë munguar pothuajse plotësisht në këtë fshat. Banorët e Bestrovës thonë se uji nuk kanë patur as para viteve 90, por në 36 vite demokraci, kërkesat e tyre nuk janë marrë seriozisht. Që kur ra pushteti, në vjetën, s'kemi me ujë. Për derisa s'ka ujë, nga do vinë. Nuk kemi ujë. Qia për ja sot harrohet i thosh djalit për të pirë, për ujë për të pirë. Pa e vështirë, s'mojtë pasana se që ishte e vështirë, që do bimë. Po ankesa kemi bërë plotë edhe i ka shtryrë dhe ato tani tubacionet edhe nuk ka shu. Ujë të pishëm këtu s'ka, se o bëra plagë tërë nga që lahem me ujë të pisët, se s'kam këtë vete, nuk mi jep njeri ujë. Unë kam 10 vjetë që përpiqem kështu, dhe akoma përgjigja nuk më ka ardhur. Të ndodhur përballë kësaj situate, banorët e Bestrovës janë detyruar të hapin puse për të plotësuar nevojat jetike. Mungesën e ujit të pishëm nuk e vuajnë vetëm banorët e Bestrovës, por edhe fshatrat e ty pranë, si Bunavi, Kërkov, Panaja dhe Oshtim.